Transplanti korneas është një nga transplantet më të lehta në organizëm, për shkak se kornea është një i pavaskularizuar, që do të thotë nuk ushqehet me gjak. Si ushqehet kornea? Gjysma e përparme e korneas e merr oksigjenin nga ajri, ndërsa gjysma e pasme e korneas, që është brenda syrit, e merr oksigjenin nga lëngu i syrit, humora kozë. Dhe për këtë arsye, mundësia për flakje, që çdo organ merret nga një individ tjetër, si veshka, si zemra, si mëlçia, nga që janë organe me emë gjaku, mundësia për flakje është shumë e madhe. Ndërkohë që kornea, duke qenë organ pa gjak, pa vaskularizuar, mundësia për flakje është tepër e vogël dhe është një nga transplantet më të suksesshëm. Transplanti korneas ka filluar me transplantin e plot ose të thellë të korneas, që konsiston në heqjen e korneas të dëmtuar të një personi dhe zëvendësimin të kësaj kornee me një kornet që është marrë nga një individ tjetër i cili sapo ka ndruar jetë. 10 vitet e fundit janë zhvilluar edhe disa lloj metoda të tjera të transplantit të korneas, të cilat e lehtësojnë më shumë edhe mënyrën e bërjes së transplantit, por dhe rezultatet pamore të pacientit pasi lëshon kornea. Llojet e tjera ose alternativat e tjera të transplantit të korneas të zhvilluara ato 10 vitet e fundit quhen transplante shtresore, që do të thotë vetë kornea është e bërë prej 5 shtresave në vetvete. Dhe zëvendësimi i secilës prej këtyre shtresave, e njëjës prej tyre ose dy prej tyre, përbën atë që ne i themi transplant shtresor. Ka disa lloj tipe që i përgjigjet nevojës së asaj kornee. Në qoftë se kornea ka të dëmtuar vetëm shtresën e përparme, atëherë kirurgu realizon transplantin e shtresës së përparme të korneas. Pacienti ka të dëmtuar pjesën e brendshme të korneas, e cila ndodh rëndom pas kirurgjive të kataraktit, sidomos në vende si Shqipëria që kataraktet perdet janë shumë të forta dhe nga rrezet dhe nga energjia termike që lëshon aparatura apo emulsifikimi, pjesa më e brendshme e korneas ndodh jo rrallë e cila dëmtohet dhe nuk e merr në veten dhe në këtë formë kornea tubullohet duke ulur pamjen në mënyrë serioze të pacientit. Dhe kjo zgjidhje është tepër e thjeshtë duke zëvendësuar vetëm shtresën e brendshme. Dhe kjo ka lehtësuar së tepërmi edhe kirurgjinë e transplantit të korneas, por edhe rezultatet i ka përmirësuar ndjeshmën e rezultatet e pamore pas transplantit të korneas. Si këto raste shikojnë përditje më shumë, si mjek kanë vendosur le të themi mënyrën e bërjes transplantit plot në transplant shtresor. Rastet kryesore që shoh në klinikën tonë ose në Shqipëri janë kryesisht raste që kanë nevojë për transplant shtresës më të brendshme, që i thon desement ose endodel, dhe ky lloj transplanti shkurt thuhet DIME. Kjo është kirurgjia më e shpeshtë le të themi që bëjmë edhe në klinikën tonë.